Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, çdo lëvizje dhe çdo fjalë ka rëndësi, dhe banorët e dinë mirë këtë. Një moment i vogël mund të kthehet menjëherë në një debat, xhelozi ose keqkuptim, dhe kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me Klodin, Elionën, Benitën dhe Dolcen. Situata filloi kur një gjest i thjeshtë, një prekje e buzëve, u bë shkak për tension. Lëndrimi e kishte bërë atë pa menduar shumë, si një shprehje spontane e afërsisë dhe emocioneve të tij, por për Klodin, që e pa nga jashtë, gjesti u interpretua ndryshe. Ai u ndjet xheloz, sikur diçka po i shpëtonte nga duart dhe nuk po e kontrollonte dot. Ndërsa për Elionën, reagimi i Klodit ishte i dukshëm. Dhe ajo ndjeu vëmendjen dhe tensionin që u krijua papritur në shtëpi. Benita, e cila ishte gjithmonë e vëmendshme ndaj dinamikave mes banorëve, nuk nguroi të tregonte Dolces se çfarë po ndodhte. Ajo i shpjegoi me sinqeritet situatën, duke i dhënë një perspektivë tjetër dhe duke e ndihmuar të kuptonte se disa gjeste mund të interpretohen në mënyra të ndryshme. Për Dolcen, kjo ishte një mënyrë për të parë situatën më qetësisht, larg emocioneve të menjëhershme, dhe për të kuptuar se konflikti nuk kishte filluar me qëllim, por nga keqkuptimi dhe ndjesitë e forta të xhelozisë. Debati u shndërrua në një reflektim të përbashkët. Banorët u ndalën për të kuptuar se në një lojë si Big Brother, çdo lëvizje ka rëndësi dhe emocionet duhet të menaxhohen me kujdes. Klodi mësoi se reagimet e menjëhershme mund të krijojnë tension, ndërsa Eliona dhe Dolce e kuptuan se të qenit i sinqert dhe komunikimi i hapur janë çelësi për të shmangur keqkuptimin. Ky moment tregoi qartë kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Çdo gjest i vogël, çdo fjalë, çdo shikim mund të përkthehet në emocione të forta dhe konflikte të papritura. Por, në të njëjtën kohë, ai tregoi edhe se bashkëpunimi, sinqeriteti dhe shpjegimet e qarta janë ato që i mbajnë marrëdhëniet të shëndetshme, edhe kur lodhja dhe presioni i lojës bëhen të mëdhenj. Në Big